Përshëndetje gjithë, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim mbi zhvillimet politike, me ne është i ftuar analisti Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë. Faleminderit. Ka zhvillime interesante, Partia Demokratike nesër organizon protestën e radhës pas asaj të 24 janarit. Çfarë prisni nga kjo protestë? Ka presim. Të bëhet një protestë, si gjithë protestat e tjera, dhe nuk do ketë një ndryshim të madh përsa i përket organizimit apo zhvillimit të protestës. Ajo që mund të jetë më e shumta mund të jetë kozgjatja e protestës dhe jo ajo çfarë ka në brendësi protestat, pasi ashtu siç e kam thënë gjithmonë që është një protestë e cila nuk ka një kaos, nuk ka një alternativë. Zakonisht po partitë politike në gjithë botën nuk bëjnë protestë, janë sindikatët ata që bëjnë protestat në qytetarët. Dhe partitë politike në historinë botërore apo literaturën botërore nuk njihen ndonjëherë që mund të kenë përmbysur qeveri me protesta. Zakonisht partitë politike quhen mitingje, nuk quhen protesta. Pavarësisht se është e gjithë opozita, mungesa e sindikalizmit në Shqipëri ka bërë që rolin e sindikatave ta marrin partitë politike, por partitë politike nuk mundet ta realizojnë një gjë të tillë për fakte të paktën historike dhe siç ka treguar në 35 vitet e fundit, përveç në 91-shit, kur qeveria nano urrëzua me protestën e sindikatës, revoltin që bëri sindikata, dhe mas asaj nuk kemi më asnjë lloj qeverie për sa i përket protestave të cilat iniciuan nga partitë politike. A prisin në protestën e ditës së nesërme një bashkim të Adriatik Lapajt në protestë me forcën e tij? Shqipëria bëhet? Çfarë vlere ka se u bashku Adriatik Lapa apo u bashku Qori apo u bashku ky tjetër. Nuk ngren as nuk bëjmë vlerë. Këtu nuk kemi të bëjmë me një fushatë elektorale, ku shkojmë në zgjedhje dhe kërkojmë të krijojmë një koalicion sa më të gjerë. Kjo është protestë. Dhe protesta nuk bashkon popullin apo nuk e bën popullin të dalin në protestë, doli Llapa në protestë apo s'do. Llapa atje ka që kohë që rri atje, dhe nuk i shkon njeri, nuk ka forcë për të mbledhur njerëz. Nuk ka forcë për të bërë një protestë dhe qëndrimi i Llapajt aty dhe mos dakordësia me qytetarët për t'u bashkuar tregon hapur që populli nuk beson tek politika. Populli nuk është i kënaqur me politikën dhe po i beson një politikë të caktuar, sepse është i zgënjur edhe nga veprimet e politikës. Qoftë edhe nga partitë e reja, të cilat pas fushate, pasi mbaroi fushata, fillun të bëheshin copë çik me njëri tjetrin, fillun të qisin palarat njëri tjetrit dhe uzin për një post deputeti uzin. Dhe kjo tregoi që nuk është formimi politik i partive politike dhe jo më koti quaj para politik të gjithë, pa përjashtim të asnjërit, sepse nuk kanë vizion politik, nuk merren me politikën. Nuk është politik kjo, nëse bashkohet Llapa apo Qori apo Sheva apo kushdo parti tjetër, i bashkohet kësaj protestë themi, megjithëse më tepër është miting se sa protestë, dhe t'japi një frut kjo gjë. Nuk jep frute. Unë mbeten skeptik i këtij qëndrimi për të vetëm arsye se thash edhe një herë që kemi 35 vjet që bëjmë protesta me të tilla dhe nuk kanë sjellë ndonjëherë në një rezultat. Ka filluar me Nano ik, vazhdon me Rama ik, por nuk është kaos, nuk është frymëzim, nuk është alternativë. Kur del në protesta zakonpraneten që bëjnë sindikatët, sepse protestat janë ata që nxjerrin disa pika për qeverinë, japin disa afate, dhe pastaj kalohet shkallë derisa kalohet në revolt. Kështu që ai se u bashku Llapa apo s'u bashku Llapa, kjo nuk ka asnjë lloj vlere. Ama zoti Berisha thotë që jemi në kilometrin e fundit. Cili është kilometri i fundit për Partinë Demokratike?
Po nuk e di se kush është kilometër, sa kilometra ka bërë dhe qyteti i fundit, se fillimisht duhet të përcaktosh rrugën, sa e gjatë është rruga, dhe pastaj të thuash kilometri i fundit, se kilometri i fundit varet nga koha dhe hapësira që i jep. Mund të jesh kilometër si puna e syut, që shef një objekt dhe shef nga afër, nga larg, po është afër ose e shef afër, po është larg. Vizioni i të parit. Kështu që nuk di se kilometri i fundit, sa mund zgjasë kilometri i fundit. Se i thonë llafe, mund prishet makina në rrugë dhe ngelesh edhe kilometri i fundit. Është si puna aty në sportistëve që e udhëheq gjithë garën dhe në fund fare nuk e fiton dot. Kështu që nuk kjo është duket diçka që nuk ndjell në një gjë, domethënë kilometri i fundit nuk di se si e nxorrën këtë lloj teorie, por tash edhe herë duhet di rruga sa e gjatë është, llogaris kilometrin e fundit. Kemi po ashtu disa angazhime tjera brenda Partisë Demokratike gjithmonë, mund të ketë një iniciativë për të ndryshuar dhe për të pasur garë brenda partisë, me zotin Berisha që ka konfirmuar që do të jetë pjesë e garës, por ka edhe pjesëtarë tjerë që po ashtu kanë dëshirën për të kontribuar dhe për të qenë kandidat. Mendoni që mund të ketë ndryshime brenda Partisë Demokratike apo do të vijojë e njëjta logjikë, e njëjti drejtim, e njëjti leadership? Për sa kohë brenda partisë nuk ka fraksione, nuk mund të ketë garë. Fraksionet janë ato që japin garën. Pra brenda një strukture, kur ti je brenda një strukture, brenda një ideologjie, brenda një fryme, brenda atij cakut, absolutisht nuk mund të kesh asgjë. Partitë e djatha funksionojnë me fraksione. Dhe kur dalin garë, dalin fraksione. Dhe nuk dalin individët, dalin grupimi i fraksioneve. Partia Demokratike ka rrëshqit nga e djatha, nuk është më partia e djatha, ajo është partia e qendrës. Kështu që në partitë qendrës të kandidatët të cilët pretendojnë se do dalin janë gjithë kandidatë emëruar apo të dakordsuar me partinë apo me kryesinë apo me vetë Berishën. Kështu që nuk ka garë në Partinë Demokratike, unë ka provu vetë e di shumë mirë se çfarë gare bëhet aty. Aty bëhet me telekomandë gjëja. Votimi është i telekomanduar, nuk është votim i hapur pikërisht për këtë arsye, sepse në partitë e djatha funksionojnë fraksionet. Dhe brenda partisë konkurrojnë fraksionet për të marrë dhe fraksionet nxjerrin kauzat, nxjerrin alternativat, japin rrugë të zgjidhjeve të gjithë problemeve. Nëse ti brenda partisë në një tavolinë ku ti bashkëton në një tavolinë, jenë në një vizion me të dhe nuk e dhënë për të gjithë periudhën e kohës, nuk e dhënë absolutisht asnjë lloj kauze, asnjë lloj alternative. Atëherë nuk e di se si mund të kërkosh dhe të dalësh në garë me Berishën.